Sa po më the që ke trajnu më shumë se 30.000 vetë. Po. Besoj shumica janë lider, a? Pjesa më e madhe. Lider, lin apo bëhesh? Për mu, një lider është një njeri që vendos me dal nga aty ku është, me marrë një iniciativë, ka disa lloje kategorish lider është. Unë mendoj që një lider mund të bëhet kushdo, mjafton me dasht mu bë lider. Masanena a je lider empatik. Pra a je lider që kupton tjerët, se je, po themi unë kam qenë gjithmonë ai lideri që nuk kam mujt me të thënë ty ban kështu se them unë. Unë jam ul bashkë me ty edhe kam bë punën. Kena pasi vështirësi, unë jam ai lideri që kam najt edhe 3 ditë, se kam shembull shëgjër zotit se kur punon me njerëz ti s'mundesh me thani gjë për i tjetër. Po. Unë kam shembull që kena najt edhe 3 ditë në zyrë me djemtë me vajzat që kena pas probleme. Kena najt në zyrë 72 orë pa fjetë, po unë kam najt aty. Unë nuk kam kanë kur tipike ati lideri që ja u ka ik. Ka liderët e tjerë që orientojnë sepse janë shumë të organizuar, s'ka nevojë fare me punu, i kam njoftë edhe këta, nuk ka nevojë me bë shumë punë. Ndërton një sistem, fut sistemin lojnë, njerëzit punojnë, ai drejton, është okay. Pra, nuk mendoj që leadershipi janë shumë marketing këta a lina bahesh. Mendoj që çdo njeri mundet të bë lider në atë fushën e vet, ti je lideri tash në këtë drejtim që e ke nis. Kështu që ka njerëz që të njëjkin, përderisa ka njerëz që të njëjkin, ti je lider në atë fushë.